132 librin e historisë? Po. Okay. Besoj që aty do të shikoni temën mësimore që lidhet me Turqinë, me krijimin e shtetit lajk kombëtar, apo jo? Po. Okay. Mirë. Desh tani bëj pyetje në lidhje me tematikat që kena trajtuar deri tash, sepse na fatikisht jena në proces. Keni ndonjë pyetje, diçka të paqartë nga temat që kena trajtuar deri tash online pak, nëse ne kam shumë merak këtë pjesën e temave online të trajtuame. Keni ndonjë pyetje, ndonjë paqartësi që mund bëjmë ndonjë shërim? Jo. Që na keni nisën kanë krejt probleme se ton aty më vë shumë mirë. Pas me gjatë përtar. Kena pas probleme. Edhe temat nuk është që kanë fort vështirë. Mënyra grafike që keni bërë për shqisin e mësimit ta kena dhe shumë afish për me kuptuar. Ja, ken, por problemi është që juve të patën unë kam shumë merak pjesën që ndoshta ndonjë koncepta, ndonjë fakt historika, ndose ndonjë analizë shkak pasojë e tematikave të mësimit ndoshta si keni kuptuar dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse historia po nuk kuptu mirë logjika shkak pasojë është i vështirë më vjet mend. Nëse kuptohet, është shumë e thjeshtë. Egla, a më dëgjon Egla? Okej. Mirë. Unë jam shumë i kënaqur që nuk keni pyetje realisht, jam shumë i kënaqur për një jo se s'keni pyetje se më mlodh mua, po jam shumë i kënaqur se s'keni pyetje që keni mësuar pak, sinqerisht. Se or kam kohë dhe mundem me trajtu pa problem tana. Mirë. Si fillim unë do me trajtu shkurtimisht disa gjëra të përgjithshme në lidhje me tematikat e reja që kena me marr, sepse sot kena dy tematika, siç u thashëm më përpara, kena me marr Turqinë, krijimin e një shteti laik kombëtar dhe kena me marr luftën e dytë botërore. Pra, do të thënë fillimin e luftës së dytë botërore. Unë po ju bëj një share screen dhe po ju shfaqe edhe juve të ekranit, do të thënë po heku figurën teme dhe po ju shfaqe atë se çfarë dal juve të ekrani në lidhje me shpjegimin e temave të reja që kena me marr. Okej. Besoj që tash shikoni një Po. Okej. Shikoni një prezantim paktën të temave të reja që kena me marrë sot. Mirë. Sot do trajtojmë dy tema mësimit që lidhen me e para lidhet me Turqinë, krijimin e një shteti laik kombëtar dhe e dyta lidhet me botën në luftën e dytë botërore. Fatikisht tek Turqia ne kena trajtuar vetëm më tepër në kuadrin e një perandorie osmane. Do shohim se në këtë periudhë Turqia do të marrin tamam emërtesën siç e njohim edhe sot, që Republika e Turqisë apo Shteti i Turqisë, siç e kena edhe sot prezencën e saj. Duhet kujtojmë edhe një gjë që është shumë e rëndësishme për ju, pjesën e orientimit historik. Kujdes, grafikon historik, kronologjinë historike mos e ngatroni. Dhe me thënë, ne jena në shekullin e 20, po flasim për një periudhën bashkohore. Kena kalu periudhën moderne dhe po flasim për periudhën bashkohore. Sepse kena thënë disa studiues pas vitit 1918 i referohen pikërisht se ky vit është vit tranzit mes periudhës moderne dhe periudhës bashkohore. Okej? Kujdes, ka disa studiues tjerë që mendojnë që është viti 1945, Pra, paktën do marrim një version. Versioni më i përgjithshëm e pranuar është viti 1918. Kujtojmë pak edhe një gjë tjetër e rëndësishme se perandoria osmane, pra përpara se shpallë Republikë Turqia, ishte perandori thamë, perandoria osmane ishte sunduese edhe në territoret tona. Pra do ta lidhim pak edhe me pjesën shqiptare. Se vërtet ne bëjmë histori botërore, por rasti konkret është një rast specifik ku një tematike caktuar lidhet edhe me aspektin ton kombëtar, me shtetin ton, me vendin ton. Kujtojmë pak pushtimet që bani perandoria osmane në shekullin e 14-15 në vendin ton. Dhe kujtojmë pak një moment të rëndësishëm ku pikërisht mas vdekjes së kryeheroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut
krejt territori i Arbërisë mesitare. Arbëria pra territori që njihte Shqipëria në periudhën mesitare u përfshi në Perandorinë Osmane. Pra, periudhës që po flasim i referon në periudhës më të lavdishme të Perandorisë Osmane. Kurse ju do të keni qartë diçka tjetër të rëndësishme. Shekulli 19 është një shekull i rëndësishëm, një moment i rëndësishëm për Perandorinë Osmane për disa arsye. Arsyeja kryesore është sepse Perandoria Osmane nuk e ka më këtë kulmin e lavdisë së saj, pra në kuptimin e fuqisë politike, ushtarake, ekonomike, botërore, por fillon një tatëpjet, pra një zbritje graduale, një zbritje e cila ne do ta shohim edhe në periudha të tjera të mëvonshme, është e pashmangshme deri në rënien e saj përfundimtare. Pra, rënia e saj është kur nuk ka më Perandori Osmane, pra nuk ka një sultan më në krye të Perandorisë Osmane, por ka një figurë tjetër që ne do ta marrim më vonë, që lidhet pikërisht me figurën e Mustafa Kemal Atatürkut, që vendoset në krye të Republikës tashmë, Republikës turke, që është një moment shumë i rëndësishëm, edhe një datë e rëndësishme edhe për vetë shtetin turk në lidhje dhe sotme. Në lidhje me temën e Turqisë, si krijim të një shteti lajkëmbëtar, na do ta përshkruajmë përgjithsisht Perandorinë Osmane gjatë luftës së parë botërore. Do shikojmë se çfarë qëndrimi do të marrë kjo Perandori Osmane në luftën e parë botërore. Gjithashtu ne do të analizojmë vëndarinë dhe kontributin e figurës kryesore në lidhje me Republikën Turke, pra me fillimet e Republikës Turke, që lidhet pikërisht me Atatürkun, që është një mbiemër i vendosur për Mustafa Kemalin, do të shohim edhe pse. Dhe në fund për këtë temë ne do shohim dhe do vlerësojmë reformat për europianizimin e shtetit kombëtar turk. Shohim reforma përkatëse që janë marrë tashmë në shtetin turk pas shpalljes së Republikës së Turqisë tashmë. Okej? Diçka që ju dini për Perandorinë Osmane, më thoni? Po përshtu 500 vjeç Shqipni, a kanë Perandoria më Po të fundit po jep edhe 2 filma për Perandorinë Osmane. Njëri është për Sultan Osmanin dhe tjetri është për Osmanin. Ai është themelusi Perandorisë Osmane. Është edhe për, po 3 filma, është edhe Osmani që është themelusi, që mori dhe emrin Perandori Osmane, Po. Është shtrinër 3 territore, Perandoria Osmane. 3 kontinente, më mirë me thonë, 3 kontinente. Okej. Cilat janë 3 kontinente? Perandoria Osmane. Azi, Afrikë, Europë. Bravo, komplemente, bravo. Atëherë, fatikisht ne do shohim në çështjen përkatëse në lidhje me përpjekjet e Atatürkut për çlirimin e Anadollit. Fatikisht Anadollin ju se keni hasë si koncept. Anadolli referohet kryesisht pjesës aziatike të Turqisë së sotme. Pjesa aziatike e Turqisë njihet me emrin ndryshe Anadoll. Okej? Fatikisht në luftën e parë botërore, ju do të keni qartë një gjë. Qëndrimi i Perandorisë Osmane në luftën e parë botërore, pa jena në momentin që akoma ekziston Perandori Osmane, ajo majti një palë pro boshtit qendror. Pra boshti qendror, luftën e parë botërore ishte boshti Gjermani, Austro-Hungari, kundër boshtit Aladëve. Okej? Francës, Angli, Britanisë së Madhe dhe Rusisë ishte boshti Aladëve kundër boshtit qendror. Fatikisht në luftën e parë botërore ju e dini se boshti qendror doli humс nga lufta e parë botërore. Po duke dalë humс, kujtojmë pak se Perandori Osmane ishte aleat me boshtin qendror, kështu që u kriju një situatë e vështirë edhe për Perandorin Osmane, sepse tashmë vendet e tjera që ishin boshti kundër boshtit qendror, pra vendet aleate më falni, kundër boshtit qendror, atëherë tashmë jo vetëm që pushtun, pra sulmun edhe Gjermaninë, edhe Austro-Hungarin, por një farë mënyrë të vërsulen edhe vendeve të tjera që ishin aleate të boshtit qendrore, në këtë rast ishte Perandori Osmane. Në këtë situatë të vështirë, kujtojmë pak sultani i fundit, pra sunduesi i fundit e Perandorisë Osmane, është Sultan Mehmeti VI. Sultan Mehmeti VI në këtë situatë të vështirë ku shumë vendet të Evropës si Britania, Franca, Italia ishin pushtu dhe sulmu dhe pushtu shumë territor, pothuajse krejt Perandorinë Osmane kishin pushtu,
Sultanëve të 2 i 6 më falni, gjen rastin me emëru si inspektor të armatës së tretë osmane, pikërisht armatën kryesore osmane në këtë periudhë, pikërisht Mustafa Qemali, ose Mustafa Kemali, ndryshe mund ta njihni edhe kështu. Fatikisht, kjo figurë është njihet si një ndër figurat më inovatore të Perandërisë Osmane, sepse ky kërkonte jo vetëm që një farë mënyrë ta çlironte tashmë vendin nga sunduesit e tjerë që kishin ardhur në luftën e parë botërore si Britania e Madhe, Franca, Italia, apo dhe Greqia që kishin pushtuar territore. Perandëria Osmane ishte një pjesë sunduese e vendeve europiane. Fatikisht kërkonte jo vetëm ta çlironte nga këto vende europiane, por kërkonte që edhe ta rrëzonte sultanin nga pushteti, nga froni i tij, dhe të krijonte mundësinë që shteti i ri tashmë mos kishte një formë perandorake, por kishte tashmë një formë republikane qeverisë. Dhe fatikisht ky ishte momenti kryesor ku spikat figura e Mustafa Kemalit. Fatikisht fal përpjekjeve të Ataturkut, apo Mustafa Kemalit, Turqia do të formonte qeverinë e re që do të njihet ndryshe me emrin Republika e Turqisë. Kujdes, Perandëria Osmane kishte kryeqytet kë? Kush më kujton? Ishte Perandëria Osmane kishte kryeqytet kë? Konstantinopolin apo Stambollin? Se Konstantinopolin pas pushtimit që i bën. Stambolli. Okej. Tashmë Republika e re e Turqisë, e formuar mas lëvizjeve të fuqishme të kësaj figure historike të rëndësishme për shtetin turk ditët e sotme, do ta ndryshonte vendin e kryeqytetit. Pra nuk do të ishte më Stambolli, por do ishte Ankaraja. Ajo që është edhe sot e kësaj dite. Kryeqyteti i sot e kësaj dite i Turqisë është Ankaraja, nuk është Stambolli. Pavarësisht se Stambolli është një qytet më i madh dhe ka një peshë ekonomike të madhe për Turqinë dhe sociale, ka një përqendrim të madh popullsisë, por kryeqyteti është Ankaraja. Ndërsa është një moment i rëndësishëm Traktati i Lozanës. Lozana është një qytet në Zvicrën e sotme. Traktati i Lozanës është mbajtur pikërisht mes datave 20 nëntor 1922 deri me datën 24 korrik 1923. Ky traktat bani të mujtën që ky shtet i ri tashmë, Republika e Turqisë, të njihi në arenën ndërkombëtare. Të njihet në arenën ndërkombëtare me kufit që ka edhe sot tek kësaj dite. Pra një formë në Traktati i Lozanës, i këtij momenti që ne përmendëm, njeh dhe vendos një farë mënyrë përcakton dhe kufit e ri të Turqisë, ato kufit që ka edhe sot tek kësaj dite Republika Turke. Është një moment i rëndësishëm tjetër, është data 3 mars 1924. Në këtë datë është një gjë shumë e rëndësishme për shtetin turk, sepse Asamblea Kombëtare e Turqisë abrogoi, pra fjala abrogoi Hoxhi, pra i Hoxhi të drejtat, përfundimtare kalifatit islam. Pra kujtojmë pak se më përpara në shtetin turk, apo në Perandërisë Osmane, sultani ishte edhe kalif, kujtojmë pak, kalif i parë i fesë. Mirë. Shohim pak këtu një figurë, një fotografi. Kjo është fotografia e figurës kryesore simbol të Perandërisë Osmane, të Republikës Turke, Mustafa Kemal Ataturko. Okej? E shikoni foto? Mirë. Thamë pak më përpara Traktati i Lozanës. Traktati i Lozanës vendosi pikërisht këto kufi që shikoni në foto sot, është pikërisht Republika e Turqisë. Republika e Turqisë. Shikojmë pak se kjo pjesa përtej, domethënë pjesa europiane është pak a shumë pothuajse vetëm pjesa e Stambollit, Pjesa e Stambollit e pjesë e vogël e Derneja, një pjesë e vogël është Turqia europiane. Kurse pjesa tjetër, sidomos është mas detit Marmara. Shikoni pak se është Sea of Marmara, dalloni? Okej. Mas detit Marmara e Metuti, pra në pjesën bravo, është pjesa e Anadollit, pra që i referuam më përpara lëvizjeve që u vendos Mustafa Kemali për të çliruar të territore. Pjesa ndryshe quhet Turqia Lindore apo Anadollia apo Turqia Aziatike, ka këto emërtesa. Okej. Mirë. Fatikisht ne do shohim një sekond. Fatikisht
formimi i Republikës Turke në shtetin e ri tashmë turk nuk do të mjaftonte. Kështu do të ndërmerrshin shumë reforma në gjitha fushat, në fushën politike, thamë reforma në fushën politike sepse do të ndryshonte forma e qeverisjes. Do të ndërmerrshin reforma edhe ekonomike, sepse pikërisht Perandëria Osmane kishte modelin e saj ekonomik, edhe reformat sociale. Për shembull, ne mund të përmendim një tërësi të madhe reformash. Reforma në mars të vitit 1924 u mor reformë pikërisht në sistemin arsimor, që do të bëhet një sistem arsimor laik, ndryshe nga më përpara në Perandërinë Osmane, ku ishte një sistem arsimor fetare, nuk ishte laik. Tjetër, do mbylleshin të qetë dhe do të realizohet shkëputja e fesë nga shteti. Është shumë e rëndësishme ky element. Më përpara në Perandërinë Osmane, feja dhe shteti ishin të pikërisht. Tjetër, në rastin konkret në vitin 1925 do të ndalohej përdorimi i fesit. Fesi është simbolika aty që vendosin këto titullarët në kry, në kry. Dhe kjo do zëvendësohet me kapelen. Si ata, Tjetër. si pashat. Po, pikërisht, pak a shumë, po. Është një ajta gjatë. Tjetër, është shumë rëndësishme, deri në kohën kur Turqia ishte perandori, kalendari zyrtar nuk ishte kalendari që kemi ne sot, pra që shumica e vendeve në botë që kanë kalendarin zyrtar, por kishin kalendarin islam, kalendarin që reformohet është kalendari islam. Kujdes pak, këto reforma janë në kohën kur tashmë Turqia nuk është një perandëri. Turqia është një republikë dhe ka tendencën më shkput nga e vjetra dhe me kriju modelin e ri tashmë, atë model të një Turqie të shekullit 20. Tjetër reforma e rëndësishme është që në vitin 26 u pranu kalendari gregorian, pra kalendari që ka sot kishte Evropa perëndimore në këtë periudhë, po ka edhe sot, pra shumica e vendeve të mëdha në botë kanë kalendarin gregorian, atë që kanë edhe në sot e kësaj dite. Por kjo ishte një reformë e spikatën për shtetin turk, sepse më përpara kalendari datat ndryshonin, nuk ishin të njëjtat data sikur në Evropë, sepse referoheshin në tjetër kalendari. Dhe ju dini mirë sepse sipas kalendarit islam sot nuk janë në vitin 2020, po janë në një vit tjetër, i referohen në një vit tjetër. Tjetër është shumë e rëndësishme viti 1926, ku do të hartohej një kod civil të mbështetur sipas modelit zviceran dhe një kod penal. Kujdes, çfarë është kodi civil dhe çfarë është kodi penal? Kodi civil është një kod që parashikon sjelljet civile, pra sjelljet e përgjithshme të popullsisë. Ndërsa kodi penal është ai kod i cili apo tërësi rregullash që parashikon çfarë ndryshimi do të ketë një person i caktuar nëse shkelen këto rregulla të kodit civil. Do ta keni qartë këtë pjesë, është shumë e rëndësishme për ju. Kujdes, shteti Perandëria Osmane nuk kishte të njëjtat njësi matëse të peshës si kishte pjesa perëndimore. Pra një moment i rëndësishëm ishte heqja e modelit të peshave, pra kilogramit. Ne kena sot për shembull masën kilogram, gram e tjerë. Nuk e kishte këtë, kishte njësi të tjera dhe u zëvendësu dhe pranuan ato që njësi matëse siç ishin në pjesën e Evropës perëndimore. Është shumë rëndësishme edhe një moment tjetër, ku në vitin 26, që do të hiqen titujt e njerëzve, që ishin titulli bej, efendi, pasha. Pra, nuk ishte emër, por kishin pra këtë titull, një farë në bej, efendi, pasha. Dhe rasti konkret është shumë i rëndësishëm, vitin 1936 në perandërinë në Republikën Turke, më falni, është shumë e rëndësishëm. Tashmë njerëzit do të kishin mbiemër. Në modelin e Evropës perëndimore, njerëzit kishin mbiemër. Për shembull, Marko Ndreka. Kurse, për i referosha unë situatës së mëparshme të Perandërisë Osmane, do të kisha një titull tjetër, për shembull Marko Bey, ose Pasha, ose Efendi e tjerë. Pra, do të shohim. Emërtesa apo vendosja mbi emrit është pikërisht lidhet me reformën e vitit 1936. Ka edhe një moment të rëndësishëm tjetër, fatikisht janë marrë shumë reforma, ne po i përmendim në aspektin e përgjithshëm. Një moment i rëndësishëm lidhet pikërisht me reformën e vitit 1928 për alfabetin. Alfabeti që kishte osmanvishtja, pra gjuha e osmanëve,
ishte më tepër një alfabet arab, pra ishte, domethënë, jo vetëm që kishin përvetësuar edhe besimin në islam, por në farë mënyrë kishin huazuar aq shumë nga arabishtja, pra çandra e besimit islam, saqë edhe alfabetin e kishin, domethënë, shkronjat pjesën më madhe të tyre i referoheshin pikërisht arabishtes. Reforma në aspektin e alfabetit në këtë periudhë është shumë e rëndësishme sepse modelet e shkronjave nuk do t'i referoheshin modelet arab, por modelet perëndimore, modeleve që përdoreshin në pjesën perëndimore. Fatikisht do të pyesin dikush pse do të merren këto reforma, çfarë efekte do të kishin këto reforma. Këto reforma do të synonin afrimin e shtetit turk me pjesën perëndimore dhe largimin sa më shumë të ishte mujtur nga bota islame, qendra së cilës kishte kënë më shumë se për 4 shekuj Perëndia Osmane. Tjetër, shumë e rëndësishme tjetër për me kuptu për ju. Gjatë luftës së dytë botnore, fatikisht ne po flasim për Turqinë, për krimin e shtetit turk. Por ky proces i krimit të shtetit turk ndodhi në periudhën tranzit, pra mes luftës së parë dhe të dytë botërore. Okej? Kujtojmë pak se viti 1964 është pikërisht kur abrogoi edhe kalifatin. Pra kalifatin islam u abrogua nga sundimi. Lufta e dytë botnore e vitit 1939, duke se perëndëria e shtetit turk apo perëndëria osmane në luftën e parë botnore ishte më palë e një pale të një boshti në luftën e parë botnore, shikojmë se në luftën e dytë botnore fatikisht këto do të mendonin mirë dhe të shikonin se nuk kishin aq kapacitete sa të bënin pjesë të një palë në luftën e dytë botnore. Për shembull, kujtojmë pak luftën e dytë botnore, do mësoj temën që do kenë të rrallës, është lufta mes Gjermanisë, Italisë dhe Japonisë në një anë dhe Francës, Britanisë së Madhe, Bashkimit Sovjetik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në anën tjetër. Pra të kenë se shteti i ri turk e shikonte jo aftësinë e saj aq të madhe sa mu bë palë një pjesë në luftën e dytë botnore, nuk bani palë asnjëherë. Pra, në formë mënyrë majti qëndrim asnjëans, majti një qëndrim asnjëans në luftën e dytë botnore. Fatikisht ne kuptuam dhe në fillim dhe i dham edhe një vit të përgjithshme një koncepti. Koncepti Anadol dhe koncepti Ataturk janë dy momente kryesore. Anadolin e shpjeguam më përpara, ndërsa Ataturk lëm pyetja dhe ndoshta mund të krijoni edhe ju ndonjë vështirësi se çfarë do të thotë ky koncept. Fatikisht në vitin 1934-shin, Kuvendi i Madh Popullor i jep Mustafa Kemalit emrin Ataturk. Ataturk në gjuhën turke do të njihet ndryshe me emrin Babai i Turqisë, sepse e lidhin pikërisht me përpjekjet që bani ky person për krimin e këtij model shteti që Turqia tashmë ka në ditët e sotme. Okej, një farë mënyrë ideatori dhe ai i cili e bani krijoi këtë model që ka Turqia sot ishte pikërisht lidhet me figurën e Mustafa Kemalit. Okej? Dhe për këtë punë është një titull. Ataturk është një titull, nuk është një mbiemër, mos e ngatroni mbiemrin me titull. Okej? Okej. Mirë, lufta e dytë botnore. Okej. Deri tash na kena mësuar se në vetëm një luftë botnore. Besoj nëse unë i pyes çfarë do thotë luftë botnore, cilët janë element karakterizues të luftës botnore. Kush më thot? Diçka. Është një luftë që përfshin shumë shtete, botën si më thonë. Në arsye pse quhet luftë botnore. Po. Pra, luftë botnore quhet sepse përfshin shtetet e botës që janë të bë luftë në mes që përfshin përfshin shumicën e territoreve në botë, shumicën e territoreve në botë. Bravo. Fatikisht do thonë dikush edhe ne në luftë botërore tretën pavarësisht se me një armik pa dukshëm. Jena do të shikoni pak, është një moment shumë i rëndësishëm për me reflektuar dhe për ju. Fatikisht këto emërtesa që ne i përdorën sot, nuk janë emërtesa që i kanë përdorur njerëzit në momentin që ka ndodhur ngjarja. Këto emërtesa vendosen pasi historian dhe studiusit bëjnë analizën e faktorëve dhe ngjarjeve të ndodhura në një periudhë caktuar. Nuk e dim se si do ta marrin emërtesën kjo luftë që kena sot, ndoshta mund ta marrin emrin emërtesën lufta e tretë botnore, nuk e di, ndoshta edhe po,
por këtë du ta lajmë studiuesve. Kjo është një moment i bukur për me reflektuar në dhe sot e kësaj dite, se kur janë vendosur këto martesa, lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore. Fatikisht lufta e parë botërore njihet ndryshe edhe me emrin lufta e madhe. Ka një epitet tjetër. Kurse lufta e dytë botërore, asnjëherë njerëzit në momentin që janë nuk e vendosin martesa të duhura ngjarjeve që ndodhin. Fatikisht martesat më të duhura i vendosen masi këto ngjarje kalojnë. Pra, kalojnë dhe analizohen si duhet të ngjarje. Okej? Pra nuk e dim realisht se si do të ketë martesën. A do të ketë martesë lufta e botërore apo jo. Dikush thot po se ka ndryshuar dimensioni i luftës, nuk ka më luftë me armë, por më luftë me mikrobiologji, siç ka thënë Bill Gates. Kujtojmë pak që ka thënë mikrobiologjia nuk e di, ndoshta. Po le të lëm kohës. Ndoshta instalantës së armës fundit edhe kjo është, kujtojmë pak, edhe kjo është një ngjarje e ndodhur në një periudhë të caktuar me historike, që do të mesin objekt për brezat e së ardhmes. Shpresojmë që njëri për ju ndoshta të bëhet historian dhe ti analizojnë dhe ti japi dhe vërtetë të studiojnë. Okej. Mirë. Bashkë në këtë temë si morë në lidhje me luftën e dytë botërore, do shikojmë se si situatën e botës në praktikën e dytë botërore. Si ishte bota në dytë botërore? Tjetër, do të analizojmë ngjarjet kryesore të luftës së dytë botërore. Kush ishin ngjarjet kryesore të luftës së dytë botërore? Dhe do të analizojmë frontet e tjera të luftës së dytë botërore përveç atij frontit evropian. Okej? Mirë. Fatikisht shkaku kryesor do të ndikosh cili është shkaku kryesor i luftës së dytë botërore. Shkaku kryesor i luftës së dytë botërore është politika agresive që ka ndjek Gjermania hitleriane dhe Italia e Mussolinit në luftën së dytë botërore. Lutem kush ka telefon afër, i largoni se na bën frekuencë. Po. Okej, mos mani pajisje të tjera afër sepse bën frekuencë. Okay. Okay. Fatikisht kujtojmë pak se në luftën e parë botërore ishte nënshkruar një marrëveshje paçe. Paqja e Parisit që në farë mënyrë për Gjermaninë i kishte kufizuar, në farë mënyrë edhe numrin e ushtrisë që do të marrë Gjermania në mas luftës së parë botërore. Fatikisht Gjermania, sidomos në vitet 30, kur vinë në pushtet nazistët në krye Hitlerin, e shkelin një ndër kushtet e paqes të paqes Parisit dhe vendosin që të rrisin kapacitetin ushtarak, të rrisin numrin e ushtrisë. Në vitin 1000 lutem. Ka telefon afër. A mund vazhdoj? Po. Okej. Pra, thome që është shkaku kryesor, pra, politika agresive e Gjermanisë dhe Italisë është shkaku kryesor. Thamë rritjen e numrit të kapacitetit ushtrisë të Gjermanisë në këtë periudhë. Një moment i rëndësishëm përpara se të fillonte lufta e dytë botërore është viti 1936. Gjermania dhe Italia dhe Japonia në këtë vit do shënojnë paktin e famshëm pakti anti-Komintern. Do të pyesin dikush çfarë është Kominterni. Nëse do të pyesi çfarë është Kominterni, është pyetja më e duhur në këtë rast sepse është një term që s'kemi në fas Kominterni. Kominterni është internacionala e tretë komuniste, e themeluar në Moskë nga Lenini dhe bolshevikët në vitin 1919. Ajo formuloi një program revolucionar botëror dhe nxiti krijimin e partive komuniste nga të ndryshme. Pra në farë mënyrë është një diçka krijuar pikërisht nga veni që praktikohet për herë të parë modeli komunist botëror për ta përhapur këtë model edhe në vende të tjera. Kurse në vitin 1936 këto tri shtete, Gjermani, Itali dhe Japoni, do të nënshkrojnë një pakt anti-Komintern, pra një pakt i cili kishte në qendër politikës së tyre pikërisht frenimin
e kësaj tendence për përhapjen e modeleve komuniste dhe vende të tjera në botë. Okay? Më i rëndësishëm përpara se të fillonte zyrtarisht lufta e dytë botërore, është viti 1938, konkretisht data 13 mars të vitit 1938, ku Gjermania do të hynte në Vjenë, triumfalisht në Vjenë, dhe një javë pas si hyri në Vjenë, pra qendra e Austrisë, dëshpallte Anschulzin. Nëse ju të pyesni se çfarë është Anschulzi, përgjigja është e thjeshtë. Anschulzi në këtë rast simbolizonte që politike një farë mënyrë gjoja paqësore të dakordësisë austriake për të bashkuar me Gjermaninë në një shtet të vetëm. Okej? Okej? Okej. Okej. Fatikisht përballë tendencës agresive shumë të mëdha të Gjermanisë, sidomos Gjermanisë, Britania e Madhe shikonte këtë si një tendencë që Gjermania gradualisht po shndroi një kërcënim, jo vetëm për Evropën, por edhe për mbar botën. Kështu që sidomos pas pushtimit të Çekosllavakisë, zona e Gjermanisë, do kërkonte Britania e Madhe për të uleshin sidomos çifte më atë kohës në bisedime dhe krijonin një farë mënyrë një marrëveshje mes tyre në mënyrë që të mos rrite agresiviteti i këtyre shteteve agresive, sidomos Gjermania ishte. Për këtë arsye, u krijua qendrë të ndryshme me emrin marrëveshja e Münich, sidomos mes Gjermanisë dhe vendeve të tjera, dhe që krijonte dakordsinë që një farë mënyrë Gjermania të mos krijonte një farë mënyrë agresivitet në vendet e tjera. A jeni të më dëgju? Po. Mirë. Është e rëndësishme rasti një moment tjetër, i cili tashmë shënon kulmin apo ndër momentet kryesore të luftës së dytë botërore. Të shumica thonë lufta e dytë botërore, po kur filloi realisht lufta e dytë botërore? Realisht lufta e dytë botërore filloi kur tashmë Hitleri do të pushtonte, do fillonte të sulmonte Poloninë. Polonia është një moment një shtet kryesor ku pikërisht si Britania e Madhe, ashtu dhe Franca, kishin një farë mënyrë shpallë. Nëse Gjermania do të sulmonte Poloninë, do të tentonte ta pushtonte Poloninë, atëherë ato do të shpallnin dhe ato luftë Gjermanisë. Okay. Në rasti konkret, një shtatorit të vitit 1939, kur Gjermania do të shpallte luftë Polonisë, kjo është një moment shumë i rëndësishëm sepse edhe Britania e Madhe, edhe Franca, njëkohësisht do të shpallnin luftë Gjermanisë. Dhe kështu një farë mënyrë në skenën historike globale në ndryshim me emrin fillimi i luftës së dytë botërore, apo momenti i fillimit të luftës së dytë botërore. Okej? Po. Mirë. Një tjetër moment i rëndësishëm është rasti i vitit maj të vitit 1939, e nënshkrimit të një pakti mes Gjermanisë dhe Italisë, që njihet ndryshe me emrin Pakti i Çelik. Pakti i Çelik është pikërisht marrëveshja që kanë bërë Gjermanët dhe Italianët në luftën e dytë botërore në datën përkatëse, datën 22 maj të vitit 1939. Fillimi i luftës së dytë botërore është pikërisht me 1 shtatorin e vitit 1939. Nga shtatori 1939 deri në qershor të vitit 1940, edhe pse Gjermania, Japonia dhe Italia kishin nënshkruar marrëveshje njëra me tjetrën, që do ishin aleate në luftën e madhe globale, pra kishin qëllime, sidomos Gjermania kishte qëllime që ta pushtonte mbar Evropën, Italia kishte qëllime që pushtonte Mesdheun, Japonia kishte qëllime që pushtonte Azinë. Këto ishin qëllimet kryesore të aleatëve në luftën e dytë botërore. Kjo periudhë, nga shtatori i vitit 1939 deri në qershor të vitit 1940, kjo do të njëjë periudha e luftës së gënjeshtër, sepse as Italia, as Japonia nuk do të shpallnin luftë as një shteti tjetër
që ishte kundërshtar të Gjermanisë në luftën e dytë botërore. Në qershor të vitit 1940, Italia do të shpall luftë Britanisë së Madhe. Me 14 qershor të vitit 1949, Gjermanët arritën të pushtonin zemrën e Francës, Parisi është kryeqyteti i Francës, kryeqyteti historik i Francës. Fatikisht tashmë Hitleri kishte pushtuar pothuajse krejt pjesën e Evropës qendrore dhe veriore dhe rralla erdhi erdhi Britanisë së Madhe. Sepse qëllimi ky ishte, pushtonte krejt pothuajse krejt botën, pra qëllimi merrte në Europën dhe më së të pushtonte krejt botën. Fatikisht Britania e Madhe nuk arriti të pushtojë për shumë arsye, që kujtojmë pak këtu në moment zgjidhet e kryeministër i Britanisë së Madhe, Churchill është një ndër figurat kryesore që anglezët e kanë shumë për zemër, britanikët e kanë shumë për zemër. Është një ndër figurat që ka udhëheqë vendin në një ndër momentet më të vështira të Britanisë së Madhe gjatë gjithë historisë së saj, lufta e dytë botërore, dhe ndoshta falë edhe aftësisë të tij bota një farë mënyrë, Britania e Madhe një farë mënyrë arriti të shpëtonte nga rreziqet e tij. Kujdes pak, kujtojmë se data 22 qershor 1941 është një moment tjetër i rëndësishëm në luftën e dytë botërore, sepse Hitleri do të shpallte luftë tashmë masi kishte dështuar në përpjekjet për ta pushtuar Britaninë e Madhe, do të shpallte luftë e Bashkimit Sovjetik. Pra ishte rralla, pra një farë mënyrë të kujtojmë pak një tendencë ku të efekti domino. E keni parasysh efektin domino. Pra rrezohet njëri, pret rrallën që vinë në tjetri. Pa shumë që kishin shtetet përballë epicentrës së Hitlerit në luftën e dytë botërore. Pra merret njëri, rrallë vin tjetri që është më afër. E qartë? Po. Okej. Po. Fatikisht do shohim frontin drejt tash morëm vetëm pjesën e frontit evropian. Fatikisht lufta e dytë botërore ka njohur më shumë se sa një front, ka njohur 3 fronte ndërsi. Fronti i parë lidhet pikërisht me frontin evropian, pra përpjekjet e Gjermanisë për ta pushtuar Europën. Fronti i dytë është fronti i Perësorit, ku është momenti kryesor i Japonisë për ta pushtuar pothuajse krejt territoret e Perësorit. Sepse Japonia kishte qëllime që të gjitha territoret e Perësorit të shikonin si territorë të saj. Pra, të saj dhe për këtë arsye u bën edhe objekt i fillimit të një konflikti të madh mes Japonisë dhe krejt vendeve të Perësorit për të pushtuar territoret. Është një moment i rëndësishëm i datës 7 dhjetor të vitit 1941. 7 dhjetori, pse është i rëndësishëm do të them dikush. Është i rëndësishëm sepse japonezët do të pushtonin apo do të sulmonin një ndër bazat kryesore të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Parsor, sulmi i famshëm në Pearl Harbor. Mund të keni parë video, është një ndër momentet kryesore ku tashmë Shtetet Bashkuara të Amerikës deri në këtë periudhë, vitin 1941, nuk ishin bërë palë me konfliktin që kishte shpërthyer në Europë dhe në Parsor. Por në këtë moment e mbrapa, kur cënohet direkt integriteti i bazës ushtarake amerikane në një moment të caktuar, pra një event të caktuar global, në këtë moment Shtetet Bashkuara të Amerikës do të bëheshin palë kundër boshtit të famshëm të QLI, Berlin, Rom, Tokyo, pra mes Gjermanisë, Italisë dhe Japonisë, do futeshin në luftën e dytë botërore kundër këtij boshti, sepse tashmë ishin tenuar direkt interesat amerikanë, ishin ngrënë direkt njerëz amerikanë në luftën e dytë botërore. Okej. Këtu zgjedh disa foto të luftës së dytë botërore. Fatikisht shumica e fotove në luftën e dytë botërore janë foto tragjike, sepse vetë fjala luftë do të thotë shkatrim. Ju thotë mirë, sot për shembull në luftën e tretë botërore. Shikojmë pak se është një moment që nuk kena as pak diçka pozitivitet, ka një vdekje për të sigurisë. Fatikisht janë disa momente kryesore. Është momenti ku ushtria e famshme hitleriane është prezente në Paris. Shohim momentin tjetër të varrosjeve të ushtarëve në luftën e dytë botërore, pra janë momente vërtet të sikletshme. Shohim këtu fotoja e parë, e paraqitëm këtu, jo fotoja e flamurit amerikan. Fotoja tjetër është kur tashmë shtetet e boshtit janë prezente në frontin afrikan, fronti i tretë i luftës, është sidomos fronti apo përpjekja që bani Italia për të pushtuar krejt Afrikën, sepse kujdesa, Italia deri në luftën e dytë botërore
kërkonte të rikthente edhe një herë ladinë e dikushme të perandorisë romake, dhe kujtojmë pak se perandoria romake i shtynte territoret e saj edhe në pjesën e Afrikës Veriore. Kjo është një nga arsyet sepse pikërisht Mussolini e fokusoi vëmendjen atje. Fatikisht pushtoi pak territore sepse britanikët u treguan shumë të shkatë dhe arritën ta ndalonin një formë mënyrë sulmin e italianëve ndaj Afrikës Veriore. Shohim një moment tjetër, foto tjetër është pikërisht ushtar me flamurin amerikan. Dhe kjo lidhet pikërisht momentit kur në Evropë është prezent tashmë edhe një ndër fuqitë e mëdha të botës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo kishte qenë prezente në luftën e parë botërore, por sidomos lufta e dytë botërore dhe prezenca e Shtetit e Bashkuara të Amerikës në luftën e dytë botërore do të sjellë një pikë these, sepse do të hapen frontin e dytë në luftën e dytë botërore, por është një moment shumë i rëndësishëm pikë these, sepse tashmë bandet e boshtit, nazi fashist, të fillonin regresin e vazhdueshëm deri në rënien përfundimtare të tyre. Këtu kena disa koncepte kryesore. Antikomentari shpjeguar, politika agresive. Çfarë është politika agresive? Politika agresive është politikë ku një shtet i caktuar ndërmerr hapra agresiv ndaj vendeve të tjera. Një farë mënyrë të ndjek e pushton ushtarakisht, e kërcënon e tjera. Pra bën pjesë të gjitha këto kategori në politikën agresive. Pakti Tulik është pakti krijuar mes Italisë dhe Gjermanisë në dytë botërore. Ashtu edhe tjetër, pakti mos sulmimit. Fatikisht Hitleri përpara se ta sulmonte Bashkimin Sovjetik, ishte bërë një marrëveshje mes tij dhe Stalinit, një marrëveshje e cila konsistonte në faktin që të mos sulmohej. Pra, Bashkimi Sovjetik nuk do të sulmohej nga ana e Hitlerit. Fatikisht kjo gjë nuk ndodhi, sepse në vitin 1991 shohim që Bashkimi Sovjetik bëhet pjesë e luftrave që Hitleri bani në mbarë botën dhe do sulmonte pikërisht edhe Bashkimin Sovjetik. Pra, pak nënshkrupa marrëveshje mes dy personave, mes dy shteteve që të mos sulmoheshin ushtarakisht. Kujdes, referona luftës së dytë botërore. Okej. Mirë, besoj që librat i keni të hapur, apo jo? Okej. Mirë, diçka mund t'i përmbledhim diçka gjëra kryesore deri në këtë moment që kena thënë, kena folë shumë gjëra, realisht kena folë shumë gjëra. Shpresoj që të dëgjoj. Okej. Mund të përmbledhim disa gjëra kryesore duke filluar nga Turqia deri në luftën e dytë botërore, disa gjëra të cilat na kena ndëgjuar për shembull në lidhje me Turqinë. Na bën një pyetje mësues apo pak të përgjigje. Për Turqinë thonë që ka pushtuar Turqia përpara se të shpallej republikë. Çfarë si ishte? Çfarë formë organizimi kishte? Perandori. Si një ndryshe me emrin. Ku në krye ishte sultani, i cili vendoste ligjet. Kishte ndorë pushtetin krye. Po. Diktatorial. Cili është momenti kryesor i Turqisë në shekullin 20? Momenti kryesor është ndryshimi, ku nuk është më në fron sultani, ndryshon, largohet nga feja diçka. Bravo. Vendet e perëndimit. Po. Rihana, kishte diçka? Edhe kalendari. Kalendari, ndryshimi i kalendarit, Okej. Nëse i referona figurës kryesore, kush është figura kryesore që lidhet Ahmet Mustafa Kemal Dea, kam qeve dëgju Dea, Dea? Është Mustafa Kemal Ataturk. Pra, figura kryesore. Mirë, çfarë qëllimi kishin këto reforma që u ndërmorën më vonë? Çfarë qëllimi kishin këto reforma? Sinonin afrimin e Republikës Turke me shtetet perëndimore. Po. Mirë, në lidhje me luftën e dytë botërore, arsyeja pse u krijuan pse u shpërthoi luftën e dytë botërore? Bota kishte kaluar një luftë të parë botërore. Bota kishte parë shkaktimin. Politika agresive e Gjermanisë. Me radhë pak
Të lutem, lajm pak me radhë, po. Eneda? Politika e Hitlerit. Politika e Agresive e Hitlerit. Rihana? Ishte shkaku kryesor për fillimin e luftës së dytë botërore ishte politika jashtme agresive e Gjermanisë së Hitlerit. Bravo. Sara me Lauren, diçka kemi të heshtë e kret. Edhe e Italisë. Edhe Të arsive. Po, Kush ishin vendet kryesore që përbanin një farë mënyrë një kërcënim për mbar botën, që një farë mënyrë kishin vendet kryesore agresive në luftën e dytë botërore? Thamë kujtojmë pak paktin antikomintern, paktin e Çelik. Kush ishin vendet që krijuan një lidhje, një marrëveshje mes tyre për të krijuar një kërcënim për mbar botën? Itali, Gjermani. Edhe Itali, Gjermani. Tjetër? Dea? Britaniku, Francës. Jo, po flasim për vendet e cilat ishin kërcënim për mbar botën, për paqen dhe sigurinë globale në luftën e dytë botërore. Dea kam dëshirën në gjuhë? Gjermania, Gjermani? Itali, Po. Dhe? Britani, Kujdes, thamë në frontin e partësorit. Kush ishte kryesor që ishte kërcënim në frontin e partësorit? Austria jo, Austria u bë pjesë në shkronjë e shkollës. Ishte Japonia. Ishte Japonia, ishte Gjermania, Italia dhe Japonia. Tri shtetet marrëveshje aleate në luftën e dytë botërore kundër vendeve të tjera që ishin Franca, Britania e Madhe, Bashkimi Sovjetik dhe Amerika. Pra vendet kryesore, ata ishin më shumë se 20 shtete që ishin një marrëveshje ndërkombëtare që kishin nënshkruar mes njëra tjetrës, sepse shikonin se bota ishte e pasigurt përballë agresivitetit të këtyre vendeve dhe kryen një marrëveshje. Por në krye të kësaj aleancë të madhe globale qëndronin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Franca, që tashmë ishte pushtuar nga Hitleri, se realisht Franca u pushtua nga Hitleri, dhe që meti mesela Britania e Madhe, Bashkimi Sovjetik që nuk u arrit të pushtohej nga Hitleri, as Britania e Madhe, kujtojmë, nuk u pushtua asnjëherë nga Hitleri. Fatikisht Bashkimi Sovjetik, nuk do ta ngatrojmë, një ndër arsyet kryesore pse Hitleri nuk e pushtoi Bashkimin Sovjetik lidhet pikërisht me faktin që e dimrit rus. Rusia ka një situatë klimatike shumë të acarë. Dimri atij është shumë i ashpër. Fatikisht Hitleri shkoi deri në dyert e Moskës dhe për këtë arsye dimri e xuni brenda në Moskë, pra qendrën e kryeqytetit të Bashkimit të Shtetit të Bashkimit Sovjetik. Dhe kjo bani të mujtën që kjo gjatë të dështonte, pra, tendenca për të poshtuar të dështonte. Tu dhe ishte pika kthesk shumë e rëndësishme për Gjermaninë luftën e dytë botërore, sepse nga ky moment e metutje, Gjermania vetëm do të kurrej. Pra nga ai zgjerimi i madh që kishte pas luftën e dytë botërore që kishte poshtuar krejt Europën, do filloi të kurrej gradualisht, sepse nga momenti që nuk arriti ta poshtonte Bashkimin Sovjetik, ato do të kalonin në kundërsulm ndaj Gjermanisë. Pra, në një farë mënyrë harta e zgjerimeve të Gjermanisë në Europë do të rrullej. Derisa rast momenti i vitit të famshëm i 1945 që do të kapitulonte Gjermania naziste. Dhe Hitleri të braz vetin, po të shona në temën mes luftën e dytë botërore, përfundimin e luftës së dytë botërore. Pra, si do përfundojë lufta e dytë botërore, kush janë arsyet pse lufta e dytë botërore do përfundon ashtu e tjera e tjera. Ne marrim temat e rralla, temat e mëdhenshme. Mirë, okay, deri këtu jena krejt në rregull. Thamë diçka tjetër që kanë frontet kryesore. Kush ishin frontet kryesore në luftën e dytë botërore? Fronti i Paqësorit, Po, Fronti Afrikan, po. Europë. Në frontin evropian që ishte kryesor Gjermania. Bravo. Okej, komplement. Dhe pyetje? Jo. Okej, nuk keni pyetje. Realisht çfarë do pyetje që të keni, mundën e më bë dhe mund t'i kthejmë një përgjigje sepse ndoshta diçka mund ta keni të paqartit dhe sa jena online na mund t'i kthejmë një përgjigje kryesore. Fatikisht në më thuj? Jo, si do, mirë thosh. Okej. Mirë, në lidhje me detyrat e shtëpisë. Realisht detyrat e shtëpisë do t'i bani me foto të ministrit të grupit jonë i WhatsApp-it. Për detyrat e shtëpisë keni pjesën ku thotë listoni betejat më të mëdha që u zhvilluan në luftën e dytë botërore.
Pra, betejat kryesore të luftës së dytë botërore, ju thjesht të bani një listim të këtyre betejave dhe do të mi dërgoni te grupi i WhatsApp-it në mënyrë që unë të bëj evidentimin e tyre dhe korrigjimin përkatëse. Mirë? Por na? Sot një javë, po fatikisht do të shikojmë për kohën, do t'i njoftoj edhe unë për momentin se kur do të jena, edhe një herë mësim online, pa diskutim që po. Pyetje? Jo. Unë sinqerisht sa që se keni diçka të paqartë, pa probleme trajtojmë. Nëse jo, unë ju falenderoj jashtëmaset për këtë orë mësimore. Ishte një orë mendoj produktive sepse ne i kuptuam gjërat kryesore të kësaj orë mësimore dhe do t'ju shkruaj për orën tjetër të takimit tonë dhe çfarë më të tjetër, vështirë mironi ditë marr, inshallah mirë më shëndetet tanë, ju dhe familjarët tuaj, çdo gjë të mirë që harroni ato që kanë probleme me lidhjen, mundën e mja shpjegu sepse ndoshta jeni man kontakt të vazhdueshëm njëri me tjetrin. Po. Ja. Ju përshëndes gjithëve, gjithë mirat, Ciao, ciao, gjithë mirat. Ciao.